jeni të interesuar dhe se keni also a warm welcome to the colleagues that will be following this event today on a virtual platform. Virtuale dhe më lejoni zoti ministër i brendshëm, zoti ambasador i Bashkimit Evropian, zonja ambasadore e Shtetet të Bashkuara të Amerikës, të gjithë partner, do të doja në rast të parë t'ju jepja mirëseardhjen në këtë eventin sot. Kemi konsideruar këtë forum në formë konsultative dhe është moment thelbësor për të theksuar dialogun dhe bashkëpunimin me gjithë partnerët e zhvillimit në çështjet e brendshme. Pa u zgjatur më tej, do të doja t'jepja fjalën zotit ministër të brendshëm Bledar Çuçi për fjalën e tij. Faleminderit. Faleminderit, mëngjes të gjithëve. Nderuar ambasador Kim, nderuar ambasador Soreka, nderuar ambasador, nderuar partner, zonja Zotri. Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen në takimin konsultativ për punë të brendshme. Falenderoj përzemërsisht ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreka, ambasadoren e Shteteve të Bashkuara zonjën Yuri Kim, për mbështetjen e vazhdueshme, qoftë institucionalisht, qoftë personalisht. Dhe njëherësh dua të falenderoj veçanërisht projektin Pameka 5 që mundsoi këtë takim, si dhe gjithë të ftuarit dhe partnerët pjesëmarrës në këtë takim me angazhimin tuaj. Kjo sotme është pjesë e dialogut vazhdueshëm mes Ministrisë Brendshme, partnerëve të saj dhe komunitetit ndërkombëtar në kuadër të përpjekjeve të përbashkëta në rrugën e pakthyeshme drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dialog i cili nuk ka munguar as gjatë kësaj periudhe të vështirë të pandemisë, por sigurisht që është kënaqësi që tashmë pas pothuajse 2 vitesh kemi mundësi të diskutojmë nga afër dhe pavarësisht se ende me pjesëmarrje të kufizuar, por edhe ata që nuk na u bashkuan dot sot, do ta ndjekin online. Gjithashtu ky takim është me rëndësi të madhe edhe për sa i përket monitorimit dhe vlerësimit të progresit në të gjitha politikat sektoriale. Ne jemi të përkushtuar të forcojmë mekanizmat aktual të monitorimit dhe vlerësimit në bashkëpunim me komunitetin e donatorëve. Pjesa më e madhe e reformave që do të diskutohen sot janë në përgjegjësinë direkte të Ministrisë Brendshme, po ka një sër sektorësh ku ne bashkëpunojmë ngurtësisht me institucione të tjera dhe jam bindur se bashkëpunimi interinstitucional është aspekti kyç për të realizuar këto reforma. Për këtë falenderoj veçanërisht Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, SPAK, BKH dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Gjithashtu, gjej rastin t'i uroj punë të mbarë edhe drejtuesit të Agjencisë Shtetërore për Programim Strategjik dhe Koordinimin të Ndihmës, zotit Beqaj, në koordinimin e cilit jam i bindur që bashkëpunimi ynë me komunitetin e donatorëve do të përforcohet edhe më shumë. Dua të theksoj që në nisje se shumë nga rritjet që prezantojmë sot i kemi realizuar fal partneritetit tuaj, por kam besimin e plotë se një numër projektesh të tjera mund edhe do t'i çojmë përpara. Projektet të cilat presin të zgjerohen, duke qenë se në kuadër
të procesit integrues, veç kapitullit 24, Ministria e Brendshme tashmë do të jetë përgjegjëse edhe për kapitullin 22 për politikat rajonale dhe koordinimin e instrumentave strukturor që lidhen me fondin strukturor dhe kohezionin. Të nderuar pjesëmarrës, në kuadër të këtij dialogu dëshiroj të ndaj me ju disa nga arritjet kryesore të deri tanishme, vizionin e qeverisë për Shqipërinë e sigurt 2030, si dhe sfidat e ardhshme për të cilat kemi nevojë padyshim edhe për mbështetjen tuaj. Rezultatet e deri tanishme tregojnë se fal bashkëpunimit dhe partneritetit veçanërisht me Bashkimin Evropian, me shtetet anëtare, por jo vetëm, si dhe me Agjencinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, është bërë mundur që të rriten dhe përmirësohen kapacitetet tona në luftën kundër krimit organizuar, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, menaxhimit kufive, si dhe rendit publik e sigurisë së publikut. Sigurisht që kërcënimet e reja dhe ato ekzistuese në këto fusha vazhdojnë të shfaqen. Madje edhe të zhvillohen në modele të reja, edhe me struktura organizatash dhe rrjetesh kriminale që ndërveprojnë përtej kufive, si online ashtu edhe në territor. Një komponent kryesor në trajtimin e këtyre kërcënimeve janë investimet në inteligjencë dhe në teknologjinë moderne. Ne e dimë që modernizimi dhe teknologjia janë mjetit transformues që kanë vendet si Shqipëria për të bërë kapërcime madhore në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve. Kështu që në buxhetin e vitit 2022, që sapo e miratuam në parim, këtë vit buxheti për Ministrinë e Brendshme do të jetë 4% më i lartë se sa ai i 2021-shin dhe 80% të këtij buxheti do të shkojë për policinë e shtetit. Pjesa më e madhe e buxhetit sigurisht do të shkojë për investime, ku më shumë se gjysma do të shkojë specifikisht në investimet në teknologji. Megjithatë, programi ynë qeverisës 4-vjeçar është shumë ambicioz në këtë drejtim, prandaj çdo partneritet që i shërben këtij prioriteti është veçanërisht i vlerësuar nga ne. Një komponent po aq i rëndësishëm për përballëdimin e këtyre sfidave është përmirësimi i kapaciteteve njerëzore në të gjitha nivelet përmes edukimit, kualifikimit dhe trajnimit cilësor. Roli i Akademisë Sigurisë në fushën e trajnimeve dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore mbetet kyç dhe ne kemi besim se akademia, si një institucion i vetëm i arsimit lartë në fushën e rendit dhe sigurisë publike, për cilin po punojmë edhe për akreditimin e tij, do të vazhdojë të mbështetet nga komuniteti i donatorëve. Për të rritur eficiencën e strukturave dhe kapaciteteve tona njerëzore në luftën kundër krimit organizuar, duhet ndaj me ju se pjesë e vizionit ton është riorganizimi i Departamentit të Policisë Kriminale. Kemi në dorë një dokument pune të një prej ekspertët më të mirë të Policisë Federale Gjermane, mbi të cilin edhe po punojmë. Kjo është një fushë ku partneriteti juaj do të vlente shumë. Kujtoj se në vitin 2021 u krijua drejtoria e hetimit për të hetuar dhe goditur grupet kriminale në fushën e krimit organizuar, me objektivin për të kryer hetime më proaktive me mbështetjen e bashkëpunimit të intensifikuar ndërkombëtar, përfshirë operacionet e përbashkëta policore. Janë krijuar nga e para njësi të posaçme për luftën kundër disa figurave të krimit, si ai krimit ekonomik apo financiar, krimit kibernetik, njësia për kapjen e personave në kërkim e tjerë. Një investim infrastrukturor dhe teknologjik me prioritet për Ministrinë e Brendshme në këtë drejtim është ai i ndërtimit dhe pajisjes së Institutit Policisë Shkencore, ku partnerët tanë të Mbretërisë së Bashkuar kanë shprehur gatishmëri për mbështetje, por edhe më të mëdha janë nevojat tona në këtë drejtim. Fushë tjetër, por e ndërlidhur, që ka vëmendjen tonë të veçantë është ajo e pastrimit të parave,
pasi përbën një jo vetëm vepër penale, por dëmton konkurrencën e lirë dhe vështirëson jetën e qytetarëve me të ardhurat të ulta dhe mesatare. Në këtë kuadër, krimi kibernetik dhe transfertat e parave me burim të dyshimt apo me teknologjitë blockchain përbën një kërcënim në rritje. Vetëm për t'ju ilustruar në disa shifra, gjatë periudhës janar-shtator 2021, janë proceduar penalisht rreth 380 persona në fushën e narkotikëve, krimit ekonomik dhe financiar, kibernetik apo në fushën e krimeve të rënda. Krahasuar me të njëjtën periudhë 2020, kemi një rritje me rreth 215%, ku 86 janë raste të proceduara penalisht në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe me përfshirjen e agjensive të tjera partnere. Siç shihet, mesatarisht, pra, 1 ndër 4 operacionet është zhvilluar në bashkëpunim me strukturat e agjensive partnere. Ne kemi kushtuar vëmendje të veçantë bashkëpunimit ndërkombëtar dhe për këtë arsye kemi arritur praninë tonë të oficerëve të kontaktit në vendet mike, madje Policia e Shtetit synon të jetë lider edhe në disa prej operacioneve ndërkombëtare. Specifikisht në fushën e hetimeve financiare dhe pasurore, jemi të bindur se gjurmimi, gjetja, sekuestrimi, konfiskimi dhe rikuperimi i aseteve kriminale është strategjia më e mirë për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin, trafikun e palishëm dhe krimet e tjera që gjenerojnë produkte, prandaj jemi plotësisht mbështetës për krijimin brenda 2022 të AROS, pra zyrës rikuperimit të aseteve. Vetëm për 9 muajt e parë të 2021-shit janë sekuestruar mbi 18 milion euro asete kriminale, të cilat menaxhohen nga agjencia përkatëse me destinacion final fuqizimin e agjensive lizbatuese dhe kthimin në të mira publike për komunitetin të këtyre pasurive. Në fushën e menaxhimit të kufive, ne jemi angazhuar të parandalojmë krimet ndërkufitare. Në 24 mars 2021, operacioni i përbashkët me Agjencinë Europiane të Rojës Kufitare dhe Bregdetit, pra Frontex, i cili ka filluar që në maj 2019, u zgjerua edhe në kufirin detar. Ndërkohë që Bashkimi Evropian është aktualisht duke na mbështetur me një projekt nëpërmjet IPA-s, ne mirpresim dhe çdo partneritet tjetër në sektorin e kufirit gjelbër dhe blu, ku synojmë zgjerimin e përdorimit të teknologjisë. Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm ka qenë dhe mbetet prioritet shumë i rëndësishëm i yni dhe i partnerëve tanë të ulur në këtë sallë. Në sektorin e azilit, u hartua dhe është miratuar ligji për azilin bazuar në modelet më të mira me standardet e Bashkimit Evropian dhe për herë të parë është aplikuar mbrojtja e përkohshme në rastet e flukseve migratore. Instrument që u përdor me shumë sukses në rastin konkret në fluksin e azilantëve që erdhën nga Afganistani së fundmi. Një vëmendje veçantë në prioritet e qeverisë dhe Ministrisë Brendshme do të ketë edhe mbrojtja e mjedisit. Sipas ndryshimeve në listacion, tashmë krimet mjedisore trajtohen gjithmonë më tepër si vepër penale. Në rast se një shtetas kryen një vepër kundër mjedisit, ndaj tij nisi njëkohësisht 2 procese. Njëri penal nga policia e shtetit, e cila po merr një rol të shtuar në trajtimin e krimeve mjedisore, dhe tjetri administrativ nga struktura përkatëse i KMT. Në lidhje me angazhimet tona në mbrojtjen e mjedisit, gjej rastin theksoj këtu se Ministria e Brendshme kontribon drejt për drejt në arritjen e disa objektivave të zhvillimit qëndrueshëm dhe ato të konferencës së fundit të Kombeve të Bashkuara për klimën. Mbrojtja e burimeve natyrore në radhë parë e atyre ujore me theks të veçantë për shtretrit e lumeve, vijat e liçeneve dhe ato bregdetare nga çdo dëmtim potencial apo keqbërës i mundshëm janë në qendër të vëmendjes së strukturave tona. Së fundmi,
nderuar pjesëmarrës, por jo për nga rëndësia, që zë në portofolin e punëve të brendshme, ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e strategjisë ndërsektoriale të decentralizimit dhe qeverisjes vendore, pasi vlerësojmë se bashkitë janë një gur themeli i demokracisë dhe administratës shqiptare dhe ka një rol kyç ndër të tjera në rendin dhe sigurinë publike, në luftën kundër krimit mjedisor e një kontroll më të mirë mbi territorin, si dhe në shërbimet e decentralizuara dhe më pranë qytetarit, si ato të gjendjes civile apo emergjencave civile. Në këtë kuadër, dua të përmend veçanërisht projektin STAR, i cili është një shembull suksesi prej më shumë se 8 vitesh tashmë, jo vetëm për misionin dhe objektivat që ka, por edhe sepse bashkon në një qëllim të përbashkët disa partner strategjik me qeverinë shqiptare. Dhe në këtë shembull të bashkërendimit të partneritetit, por edhe gjithë dëshmisë së rasteve dhe shifrave që parashtrova, të cilat vërtetojnë se bashkëpunimi ndërkombëtar sjell rezultate të larta, jam i bindur se në të ardhmen mund të bëjmë shumë më tepër së bashku dhe le të jetë sot një hap tjetër drejt partneritetit ton gjithmonë në rritje. Duke ju siguruar të gjithëve se Ministria e Brendshme dhe strukturat e saj janë të përkushtuar për të vazhduar zbatimin e reformave dhe për të përshpejtuar arritjen e rezultateve të synuara, ju ftoj në këtë dialog aktiv dhe sa më të frytshëm në panelet që do të vinë në vijim. Ju falemnderit. Faleminderit, Zoti Minister. I'd like to give the floor for his introductory remarks to His Excellency Ambassador of the EU, Mr. Luigi Stareca. Over to you. Thank you very much. Good morning. Faleminderit shumë, mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes minister, mirëmëngjes ambasadores Kim, mirëmëngjes kolegë që jeni këtu në Tryezë dhe miq. Është e qartë se unë nuk duhet as theksuar që unë jam shumë i kënaqur që ndodhem këtu sot me ju dhe po hap këtë takim që vërtet e konsideroj të rëndësishëm. Dhe sepse ka potencialin për të përmirësuar përgjegjësinë dhe praninë e asistencës ndërkombëtare në Shqipëri në një sektor kaq të rëndësishëm siç është ai punëve të brendshme. Do të doja të falenderoja ministrin Çuçi për këtë iniciativë dhe jam më se i lumtur që mund të mbështesim organizimin përmes projektit PAMECA-5 që ka mundsuar organizimin. Agenda e panelit të hapës dhe agenda e paneleve vijuse do të prek të gjitha aspektet e portfolit të menaxhuar nga Ministria e Brendshme, që nga krimi organizuar deri te antikorrupsioni, krimi mjedisor, trajnime pranë Akademisë së Sigurisë, siguria rrugore dhe decentralizimi. Në vitin e fundit Shqipëria dhe Bashkimi Evropian janë angazhuar në një dialog politik shumë të fortë dhe janë krijuar bashkëpunime në shumë prej këtyre fushave. Së pari kemi krijuar partneritet në çështjet e zbatimit të ligjit dhe po forcojmë bashkëpunimin ndërmjet gjyqësorit, zbatimit të ligjit dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe agjencitë e Bashkimit Evropian nëpërmes ekipeve të hetimeve të përbashkëta, Europolit dhe zyrave që mbështesin edhe trajnime, si dhe me projekte të asistencës teknike të mbështetura nga IPA dhe nga binja gëzime dhe nga pajisje. Dhe Bashkimi Evropian do të vazhdojë në mbështetje ndaj Shqipërisë, sidomos për të gjitha përpjekjet që po bëhen për integrimin evropian. Një arritje që do të jetë mundur vetëm nëpërmjet besimit të përbashkët. Do të çojmë përpara bashkëpunimin me autoritetet e Bashkimit Evropian dhe me Europolin. Do të shkëmben informacione cilësore, do të forcohen
ekipet demonstrated by a e number of hetimeve të përbashkëta me policisë dhe vërtet international police operations kemi operacione të which përbashkëta Albanian law enforcement të authorities suksesshme took part in recent months. dhe janë operacione të cilat ka Still marrë more pjesë edhe effort Shqipëria are në muajt e needed to fundit. tackle corruption Duhet patjetër and të to field bëhen përpjekje për professionalism, të luftuar in the area korrupsionin, of sidomos money laundering në and fushën e cyber. pastrimit të parave dhe krimit As regards kibernetik. local governance, Lidhur the me wider qeverisjen vendore, decentralization decentralizimi dhe agenda agenda e has been decentralizimit implemented, është zbatuar, but must be por further pursued. duhet të vazhdohet dhe më tej dhe kjo particularly është necessary veçanërisht e to nevojshme për të garantuar local fiscal autonomy autonominë and empower fiskale municipalities dhe and forcimin e particularly local bashkive government dhe units to njësitë provide e good qeverisjes quality vendore të public cilët services. të mund të japin shërbime I'm ndaj also very publikut glad që të dear jenë sa më Minister, the cilësore road dhe safety will be discussed today. patjetër jam i lumtur që kemi folur dhe për recent sigurinë year, rrugore. Albania implemented Së fundmi many Shqipëria ka regulatory zbatuar and investment initiatives. shumë However, nisma road safety për remains a big sigurinë concern. rrugore dhe In ende ama 2019, kjo Albania recorded kjo tematik 80 është road problematike. accident Kemi victims pasur per 1 million inhabitants. kemi pasur një numër shumë të 60% lartë higher aksidentesh than the rrugore average dhe of the personave EU të prekur në in the për same aksidente rrugore në vitet e fundit. Let me focus on Do të environmental doja të crime. fokusohesha dhe mbi Very high on the krimin agenda of mjedisor që është Ministri shumë Çuçi. lart në agjendën e ministrit Action Çuçi. cannot be postponed Nuk mundet të shtym më tej environmental angazhimet crime tona. are not Krimi victims. mjedisor nuk The është damage they cause krim to pa ecosystem, viktima, to sepse environment krijojnë cause serious dëme health ndaj impacts mjedisit, biodiversity impaktohet biodiversiteti. Environmental crime is also Krimi highly lucrative. mjedisor është vërtet sjell shumë para dhe mund të jetë po aq fitimprurës sa trafikimi i drogës, por është më i vështirë për t'u kapur dhe këto faktor e bëjnë shumë atraktiv për krimin e organizuar. Let's turn now to migration. Dhe tani do doja të flisa për migracionin. Shqipëria po përballet me migracion në rritje dhe planifikon të përmirësoj menaxhimin e lëvizjeve e përpjekjeve për të përballuar lëvizjet e migracionit, të përmirësoj kapacitetet pritse dhe sikundër e tha dhe ministri, është shumë i rëndësishëm dhe zbatimi i plot i legjislacionit mbi azilit i cili është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Kjo panorame shpejt e tematikave më të rëndësishme që do të diskutohen sot thekson rëndësinë edhe më shumë të iniciativës së sotshme dhe vërtet interesin e përbashkët që kemi të gjithë në performancën e Shqipërisë në të gjitha këto fusha. Falenderoj ministrin, gjithashtu të gjithë zëvendësministrat që do të drejtojnë diskutimet gjatë paneleve teknike, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme. Nuk është një punë e lehtë në këto kohë të vështira, angazhimi, njohuria që keni, panorama që keni parasysh është e rëndësishme për një vizion strategjik që të çohet përpara së bashku me donatorët e huaj. Do të doja dhe të përfundoja duke thënë se kemi përgjegjësi të ndarë dhe kjo përgjegjësi të ndarë do na mundsoj që të përdorim sa më mirë burimet që kemi në dispozicion për Shqipërinë. Dhe kjo është rëndësia e takimit sot, pra të ndajmë përgjegjësi që do të thotë se institucionet shqiptare do të kenë një rol tepër të rëndësishëm në promovimin e nismave me eficiencë në kosto, me transparencë, me përgjegjësi dhe kjo do të thotë që mund të çohen përpara investimet financiare nga Bashkimi Evropian. Këto janë detyrime tepër të rëndësishme përkundrejt partnerëve ndërkombëtar, përfshir Bashkimi Evropian për të mbështetur procesin e reformave në Shqipëri, për ndershmërinë ndaj taksapaguesve dhe përkundrejt të gjithë qytetarëve në fakt të Shqipërisë. Dhe jam besim plot se ky event nuk do të jetë thjesht një takim i gjatë, por do jetë një piknisje shumë e mirë për të theksuar këtë shpirtin e bashkëpunimit dhe të angazhimit të Ministrisë së Brendshme dhe të partnerëve ndërkombëtar. Falenderoj edhe një herë ministrin e Brendshëm pasi ka mbajtur këtë takim dhe i uroj gjithë pjesëmarrësve një vazhdim të mbar. Faleminderit. Thank you, Ambassador Sareka. We really appreciate the EU's delegation support for advancing the reforms and for being a valuable partner in our work. I'm honored to give the floor to Her Excellency U.S. Ambassador Ms. Yuri Kim for the introductory remarks. Thank you very much, Faleminderit shumë.
Ministër Çuçi, ambasador Soreka, është kënaqësi që jam këtu, kolegë të nderuar. Është gjithashtu kënaqësi që ndodhem këtu, por më lejoni të theksoj diçka që ambasador Soreka tha diku nga fundi I fjalimit të tij, duke theksuar se sa kritike është llogaridhënia, si dhe sigurimi që ndihma që secili prej nesh mund të jap qoftë përmes BE-s ose në mënyrë dypalshe, e bëjmë këtë në një mënyrë dhe kundrejt targeteve të cilat e ndihmojnë Shqipërinë që të shkojë sa më pranë BE-s dhe të shkojë shumë pranë familjes europiane dhe jemi vërtet kënaqur që jemi pjesë e kësaj përpjekje së Shtetet Bashkuara. Në fakt ne të gjithë në Shqipëri kërkojmë kur gjithkusht të ndjehet I sigurt dhe I lirë, një Shqipëri që përkat drejtësinë për të gjithë, që garanton respektimin e të drejtave të njeriut dhe që mbron qytetarët e saj. Krimi organizuar, korrupsioni dhe ekstremizmi I dhunshëm I shkatrojnë këto cilësi. Ato minojnë demokracinë, shtrembrojnë tregjet, gërryjnë cilësinë e jetës dhe kërcënojnë shtetin ligjor. Njerëzit e ndeshëm dhe punëtor shkurajohen kur shohin se krimi I organizuar nuk kontrollohen. Kur njerëzit e ndershëm shohin politikanë të korruptuar ta humbasin besimin në sistem. Dhe ekstremistët e dhunshëm kërkojnë që të shkatrojnë të gjithë institucionet qytetare. E ardhmja e ndritur e Shqipërisë mbështetet qytetari I zakonshëm shqiptar që beson se sistemi nuk është I montuar kundër tyre, se ja vlen të investojnë kohën, para dhe të ardhmen e familjes së tyre në Shqipëri. Se ata do të kenë çdo shans për të pasur sukses, pa frikë se dikush do të jetë gjithmonë me dorën e shtrirë për shfet, ose se njerëz më të fuqishëm do të lëshohen për t'u rrëmbyer suksesin, ose se një ekstremist do t'i kërcënojë ata apo familjet e tyre. Mënyra më e mirë, e vetmja mënyrë për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe ekstremizmin e dhunshëm është të kemi institucione të pavara që mbështesin sundimin e ligjit. Policia, prokurorët, gjyqtarët dhe politikanët duhet të rezistojnë dhe të luftojnë kundër efekteve gërryese të kanosjes, parave, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Shqipëria ka arritur suksese të vërteta në vitin 2021, që nga largimi I gjyqtarëve të korruptuar deri te dënimi I prokurorëve në nivele të larta, përfshirë një ish prokuror të përgjithshëm, deri te arrestimet e politikanëve, policëve dhe kriminalëve të krimit organizuar që kanë zëntitur kryesor të lajmeve gjatë muajve të fundit. Ky është vetëm fillimi. Ne po fillojmë të shohim një epokë të re ku sistemi mund të shërbejë qytetarëve të tij dhe jo vetëm të fuqishmëve, të pasurve dhe kriminalëve. Ekziston ndjesia se pandërshkueshmëria mundet dhe po merr fund. Pavarësisht këtyre sukseseve të arritura me vështirësi, shtetasit shqiptar vazhdojnë të luajnë një rol të madh në rritje të trafikut të drogës dhe të krimit organizuar. Shqipëria është një rrugëkyçe e trafikut të drogës dhe të qenieve njerëzore për në Europën perëndimore dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjitha këto hollësi janë të parashtruar në raportin që Departamenti I Shtetit dhe gjithashtu agjencitë të tjera të Departamentit të Shtetit batojnë në baza vjetore. Sipas UNODC-s, vlerësohen se rreth 60 deri në 65 tonë heroin kontrabandohen nëpër rajon në gjithë rajonin gjatë vitit. Kjo nuk është vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Kjo tregon që trafikimi mund të ndodhë dhe mund të ndodhë vetëm me ndihmën e aktorëve shtetëror, policë të korruptuar, agjentë kufitar dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë. Trafikimi I qenieve njerëzor është rritur gjithashtu. Numri I emigrantëve të palishëm në Shqipëri u rrit nga më pak se 2000 në 2013 në pothuajse 12000 në vitin 2020. Mijëra të tjerë kalojnë përmes Shqipërisë për në BE. Shumica e këtyre emigrantëve mbështeten në rrjetet organizuar të trafikantëve për të kaluar përtej kufirit. Sërish, korrupsioni luan një rol në gjithë këtë. Dhe me rritjen e trafikimit të qenieve njerëzore vjen rreziku që ekstremistët e
dhunshëm dhe kriminalët e tjerë do të përdorin fluksin e emigrantëve në avantazh të tyre. Grupet shqiptare të krimit organizuar vazhdojnë të pastrojnë të ardhat të dhe të kontribuojnë në korrupsion në vend. Krimi i dhunshëm këtu shpesh lidhet me krimin organizuar dhe gjykatës, prokurorë, policë dhe gazetarë kanë qenë subjekti kanosjes. Ajo për cilën jemi për të folur këtu sot është se si Ministria e Brendshme mund të vazhdojë luftën e saj për ta bërë Shqipërinë një vend më të sigurt për gjithë. Madje si mund ta përmirësoj luftën e saj për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë për të gjithë. Kjo do të thotë që të prodhohen prioritete dhe një plan i shëndosh. Do të thotë që të rritet transparenca dhe llogaridhënia. Unë kam parë se çfarë mund të bëjë Shqipëria dhe udhëheqësit shqiptar kur ata e ndajnë mendjen për të bërë diçka. Ka zgjidhje praktike për këto probleme, të tilla si financimi një force policore të pavarur, të lirë nga korrupsioni, krijimi një organi të duhur mbi qyrës policor, forcimi i aftësisuar për të luftuar narkotrafikun dhe krimin organizuar, ndjekjen e fondeve të palishme që rrjedhin përmes sistemit të Shqipërisë dhe pasuesve të parave që bëjnë të mundur këtë. Sekuestrimi pasurive të kriminalëve që tashmë s'pak po e bëm, duke bërë investime në sigurinë dhe infrastrukturën kufitare për të mbyllur të gjitha boshllëqet ndaj trafikut të palishëm të mallrave dhe të njerëzve. Dhe sikur se keni parë, zyrtar, amerikan përfshirë, edhe unë vetë ne kemi qenë në kufi me Greqinë për të instaluar më shumë masa dhe pajisje për të mbyllur këto boshllëqe për shembull. Si dhe forcimi i bashkëpunimit, siç po e bëjmë sot mes Shqipërisë dhe donatorëve ndërkombëtar. Le ta përmirësojmë sistemin dhe le të punojmë së bashku për të hedhur themelet në mënyrë që besimi publikut të rritet. Madje ka një vrull në anën tonë dhe ne duhet të përfitojmë nga kjo, duke forcuar bashkëpunimin tonë si donator dhe si miq e partner. Ju falenderoj shumë. Thank you, Ambassador, for your words and for the significant support and strong cooperation. Faleminderit ambasadore për fjalët tuaja, për mbështetjen që keni dhënë për fushën e punëve të brendshme në Shqipëri. Do të doja t'i jepja fjalën koordinatorit të agjencisë së re, zotit Beqaj. I nderuar ministër, shkëlqësia ambasador dhe nderuar përfaqësues të partnerëve për zhvillim, të respektuar pjesëmarrës. Është kënaqësi të jem sot në këtë aktivitet që në fokus ka koordinimin. Ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për qasjen. Agjencia që unë përfaqësoj, koordinimin e ndihmës e ka një nga kolonat kryesore në mbi të cilën do të funksionojë. Agjencia është e re. Është krijuar prej 3 javësh, ndërsa unë si drejtues i saj jam sot në ditën e 3 të detyrës. Jam i bindur se agjencia nuk e nis nga hiçi. Në vite, programimi strategjik dhe harmonizimi i tij me koordinimin e ndihmës ka patur konfigurime të ndryshme. Edhe ky aktivitet i sotëm konsultativ dëshmon për trashëgiminë mbi të cilën do të mund të ngrihet agjencia. Nuk po zgjatem se me çfarë do të merret agjencia. Nuk është as momenti, por edhe për faktin se unë besoj se nuk ka shumë rëndësi se çfarë do të bëjë agjencia. Më shumë rëndësi ka se çfarë do të përmbush agjencia. Është një qasje e kahershme imja prej 25 vjetësh që kurse merre me detyra të rëndësishme publike. Ashtu, siç e thot Troç, edhe progres raporti i publikuar në tetor 2021. Po e citoj në faqen 16. Most government policy reports continue to present implemented activities rather than results. Ajo që dua t'ju siguroj është se edhe pse agjencia vetvetiu është një institucion burokratik, unë jam mësuar prej punës disa veçare në shëndetësi të punoj 24/7. Kështu që dhe kjo agjenci e re do të jetë në dispozicion të institucioneve shqiptare dhe përfaqësuesve të partnerëve 24/7. Pandemia e Covid-19 e hapi horizontin e punës hibride, të punës edhe nga shtëpia. Sot dua të ndaj me ju dhe një lajm të mirë. Në buxhetin e shtetit vitit 2022, që miratohet nesër në Kuvend, midis të tjerash, besoj se kemi hapur rrugën e zgjidhjes së një shqetësimi të kahershëm të komunitetit donatorëve. Atë
të rimbursimit të TVSH për ato raste kur institucionet përfituese të projekteve nuk janë që në gjendje të programojnë si duhet në kohë buxhetet e tyre respektive. Buxheti i shtetit 2022 përmban një fond të dedikuar për këtë gjë. I nderuar ministër, në mbyllje ndjes nëse hyj në pjesën e të zotit të shtëpisë, por edhe unë nuk mund të lë rast pa shfrytzuar mundësinë për të falendëruar përfaqësuesit e gjithë vendeve partnere për bujarinë e taksapaguesve të vendeve tyre për ndihmën e vyrë që japin Shqipërisë për 30 vitesh. Është detyra jona qytetare dhe patriotike që të përpiqemi ta përdorim me sa më shumë efektivitet. Punë të mbarë dhe faleminderit. Faleminderit, zoti Beqa. So before we break out to a coffee break, I'd like to thank all the high-level panelists for their statements, which clearly addressed critical areas of reform, as well as challenges and priorities for further consideration. Considering that the konsiderim të mëtejshëm. Do të kemi mundësinë që të flasim me më tepër hollësi në panelin e 2 që do drejtohet nga zëvendës ministrat, ashtu sipas agjendës që keni. Ju ftoj tani të gjithëve jashtë për pushimin e kafes dhe ju falenderoj për interesin dhe pjesëmarrjen.